Rreth 15 persona u arrestuan mëngjesin e së mërkurës në Kosovë në një aksion të shkallës së gjerë për goditje terrorizmit. Mes të arrestuarve janë dhe imam klerik musliman që akuzon për vepër penale kundër rëndit kushtetutës dhe sigurisë të Republikës së Kosovës. Në mesin e të arrestuarve janë imami i xhamisë së Prishtinës, Shefqet Krasniqi, Ekrem Avdiu, kryetari i Partisë Islamike, kryeimami i PES Enes Goga, pastaj imami i Mitrovicës Enis Rama. Në mesin e të arrestuarve edhe një i dyshuar nga Kaçaniku që dyshohet se ka lidhje me Lavdrim Muhaxherin. Kontrollet janë zhvilluar në 16 lokacione të ndryshme dhe ku janë bërë arrestime në Prishtinë, Pej, Mitrovic, Prizren, Gjilan dhe Ferizaj. Sipas një njoftim të Policisë së Kosovës, bëhet e ditur se ky operacion policor është ndërmarr duke vlerësuar rrezikun dhe rëndësinë e sigurisë nacionale, mbrojtjen e rëndit kushtetutës, ruajtjen e rëndit dhe ligjit, si dhe frymës së ruajtjes së respektimit të drejtave të secilit person të garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po ashtu janë konfiskuar materiale inkriminuese lidhur me veprën për të cilat dyshohen këta persona, duke përfshirë pajisje elektronike si dhe dëshmi të tjera që ndërlidhen me rastin. Policia e Republikës së Kosovës shfrytëzon rastin që përmes kësaj komunikate zyrtar dëshiron të njoftojë qytetarët e saj për rrezikun që kanosët çdo kuq që merr rrugë për t'i bashkangjitur organizatave të dyshuar që operojnë në territorin e Sirisë, Irakut, ku deri më tani disa persona nga Kosova janë deklaruar të vrarë. Një pjesë e madhe këtyre organizatave, siç janë Al Nusura dhe ISUS, janë shpallur organizata terroriste nga organizata ndërkombëtare si dhe të njohur të tillë dhe nga institucionet vendore. Policia e Kosovës, duke u bazuar në mandatin ligjor, do ndërmarrë të gjitha masët parandaluese dhe për të luftuar çdo formë të ekstremizmit të dhunshëm, përfshirë individ të aktiviteteve kriminale në organizatat apo grupe terroriste brenda dhe jashtë Kosovës, si dhe të gjithë atyre në çfarë do formë përkrajnë, financojnë, rekrutojnë apo nxisin urrëtiet kombëtare, racore apo fetare.